Në ndritjen e fjalës, shndrit lotit e syrit. Në rrezullime, çdo fjalë nga thellësia e shpirtit është një dritë e vogël që ndriçon një fillim të ri. Nën këtë moto, gjatë fundjavës u zhvillua në kryeqytet edicioni i parë i festivalit kombëtar letrar në dritën e fjalës, organizuar nga poetja Adelina Pali me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. As ku bashkohet drini bardh me drinin e zi, ata u njohën në buzët e një gote. E gjitha kjo krejt për rastësi. Nuk ishte në tavolin nga një gotë për secilin. Mungon të pija, gotat, nuk e di. Juria profesioniste e kryesuar nga poeti e gazetari Preç Zogaj me antare me Andrea, Natasha Lakon, Albi Lushin e Steve Bokën. Vendosi të vlerësoj me çmim të parë poeten nga Ferizaj, Blerta Tmava. Një trëndafil i kthyer përmbys hante hijet e veta. Në fund të vargut të saj u gjet një fjalë. Asgjësim. Dhe unë s'isha më subjekti në këtë poezi. Isha presja që ndau gjithçka nga gjithçka. Teuta Biçaku vlerësua me çmimin e dytë, ndërsa në vend të tretë juria vendosi poeten Silda Anagnosti. Kjo nismë që kryefjalë ka poezinë si rrëfyese të shpirtit, synon të bëhet një ngjarje e përvitshme, duke u përfshirë në kalendarin kulturor të vendit.